koalicioni me një parti të paregjistruar asnjëherë, dhe i dyti që i kërkonte një leadership brenda një konsenzusit të brendshëm, i cili përfaqësohej kryesisht nga atëherë nga Prishtina, nga Peja, dhe Deçani, Klina dhe disa komuna tjera, që në një farë mënyre e pamundsuan zgjedhjen e Lutfi Azirit. Nëse kujtohet, gati ishin bindur që Lutfi Aziri do ta fitojë atë garë, një garë e cila në një farë mënyre duhet të ishte mes Lutfi Azirit dhe Agim Veliu, për shkak të grupacione më brenda të Lidhjes Demokratike, por u shfaq një përballje tjetër, Lutfi Azirit dhe Lumir Abdigjiku. Tash, si e fitoi Lumir Abdigjiku atëherë votën për kryetar të Lidhjes Demokratike, nuk e di, a din ose a kanë një ori shikuesit, por ajo është një garë diskutabile për cilën nuk e di a do të flasim nëse kërkoni që të hapim këtë debat. Dy herë ka fitu në LDK Lumir Abdigjiku. Unë po flas për herën e parë, se herën e dytë ka qenë një post të përkohshëm, pra mandatin e ish kryetarit dhe pastaj e ka marrë. Po, saktë. Dhe ajo hatërmbetja atëhershme. Mirë, vetëm tash baton, tash e kemi një situatë. Jo, desha me përmend si element. Hatërmbetja atëhershme po shfaqet sot. Kush janë njerëzit të cilët realisht janë afër Abdullah Hotit, ose pse Abdullah Hoti? Janë dy arsye. E para, se një grup i njerëzve të cilët e kanë një moshë bukur të gjatë në brenda Lidhjes Demokratike, Arben Gashi, Florian Dushi e të tjerë të cilët e kanë humbur garën për deputet dhe kanë shfaqur pakënaqësi pakënaqësi, domethënë me mlef brenda, sidomos në mbledhjen e fundit të kryesisë së Lidhjes Demokratike, që kanë qenë inicuesit kryesor që të shfaqet edhe kjo gjuhë e Abdullah Hotit. Domethënë, tash nëse na e shikojmë se kush është Abdullah Hoti, atëherë është ai grupi i famshëm i reformave ekonomike që ka qenë i lidhur me Isa Mustafën dhe grupin e tij. Domethënë, nuk besoj që Abdullah Hoti është njeriu i vetëm i cili në këtë moment e kundërshton hapun Lumir Abdigjikun. Ai është realisht përfaqësues i një grupacioni, ose me thonë drejtë një feudi politik shumë i fortë brenda Lidhjes Demokratike, edhe në numër, edhe në kualitet dhe natyrshëm edhe me një miqësi të gjatë që e kanë bazën ndikun rreth fakultetit ekonomik, Reinvestit, institutit e tjera, cilët nëse e din të tjerët nga viti 2003-2004, ata janë baza kryesore e projekteve për zhvillimin ekonomik që kanë punuar edhe me ndërkombëtarët e Kosovës. Ky është grupi i cili kurse edhe pse Lumiri ka qenë kështu afër me ta, po kur se ka pas, domethënë, një vend të caktuar që t'ja njohin meritat për arsye se kanë konsideruar si student tyre, dhe prandaj ajo që ka ndodhur në vitin 2019, shkarja Lumirit nga kjo futja në një grup tjetër e bën ose e shpërfaq krizën, po kjo krizë u shpërfaq për një arsye, për shkak të rezultatit të Lidhjes Demokratike. Shikuesve po mundohem m'ia thënë se pse është ky statusi i Abdullah Hotit dhe ku e ka bazën pastaj. Nëse vetëm sa për fillim, edhe vetëm desha këto të Florian Dushit, se sa është i fortë në kryetari i Lidhjes Demokratike, sa është i fortë në kryetari i komunës, se sa është i fortë leadershipi të një grupi i tjetër i Lumir Abdigjikut, tregon edhe fakti se Lumir Abdigjiku ka dashur një tjetër nënkryetar për momentin në komunën e Prishtinës, dhe ai nënkryetar është dashur tjetë një prej atyre të cilët edhe nuk kanë kaluar deputetin edhe janë në miqësi me Lumir Abdigjikun, realisht grupacioni më i fortë, sidomos i Prishtinës,
është përcaktuar për Florian Dushin. Këto janë, domethënë, ato krismat. Gjona normale në ana partive politike. Po, jo, por kryetari ndonjëherë e fuqizon pozitën e vet. Ka pas kryetar për shkakun shumë të fortë partive politike, por vjen në pozita të caktuara ku shtyhen pastaj edhe hyn në dikush për shkakun. Po realiteti u ky. Edhe Hashim Thoçit ka herë natyrisht kështu. Derisa dalin problem, se është në rregull kjo. Unë po duhem ta ndjekim deklaratën e Gazmend Muhaxherit, kryetarit PS, vim te zona me komentu pra ai i cili i ka reagu i pari. Abdullah Hoti. Se harrova me thënë, se miku nga mendja, Gazmend Muhaxheri është faktori i cili realisht e ka ndërtuar grupacionin dhe ka bërë shumicën e votave që Lomir Abdigjiku të zgjidhet kryetari i Lidhjes Demokratike, prandaj reagimi i tij është i pari. Okej, ta ndjekim Gazmend Muhaxherin. Rezultati në duash me punu me dalë rezultati ma i mirë. Pa i këqysh kur rritet 70% me kërku dikuj më shkarku. Mundesh me kërku dikuj më shkarku kur e zvoglon partin. Ajo kur e rrit. Po shpedi kësi logjike ku e kanë po. Zonë, pra qysh me kërku dikuj shkarkimi që e ka rrit me 70% partin? Shumë mirë pas ka thonë Gazmendi, sepse kjo është situata. Mendoj që Abdullah Hoti nuk ka të drejtë as politike, as morale, me folë dhe me kërku dikuj dërheqje. Mendoj që Abdullah Hoti është dash që ai t'jap dërheqje vetë largon nga LDK-ja përfundimisht, në gjendjen të cilën e pasjell LDK në vitin 2021. Ai ka qenë kandidati për kryeministër dhe u kanë në krye të LDK-s në atë kohë. Të bëhemi realist, në 2021 LDK-ja nuk i ka pas 12%. LDK-ja ka mujtë jetë 9 deri në 10%, për shkak të akërës, për shkak të votave të akërës. Dhe nëse shohim tash LDK-ja si e vetme, ka shku afër 18%. Kjo tregon për një rritje shumë të madhe të LDK-s. Dhe zoti Hoti, si duket, askush nuk ja ka përmend dështimin e tij ndër vite, askush nuk i ka kërku përgjegjësi, dhe as atij vet nuk i ka shku mendja me u përgjigj për gjendjen e LDK-s në vitin 2021, dhe tash si duket ka marrë zemër. Të dalë edhe të flasë, ta kundërshtoj dikën, apo ka marrë zamër edhe nga jashtë të dëgju komente, se LDK-ja nuk pas ka rritë, se LDK-ja nuk ka partia, nuk ka rezultati për LDK-n, ai që është dashur tjetë, dhe ka bërë një reagim. Kështu që ai kishte përmend që ne duhet me mbledh copat e LDK-s, e unë po i them Abdullahit që Lumiri nuk është mbledh copat, por është mbledh fëmijët e LDK-s, të cilin ju e keni katandis në atë gjendje, e që është një ndër personat kryesor aty, që është vetë zoti Hoti. Kështu që kjo përçarje, kjo dalje, ky sulm tash më para zgjedhjeve lokale, mendoj që nuk i bën nder LDK-s dhe këtë edhe në zoti Hoti. Mendoj që një përçarje e tillë do të ndikonte në zgjedhjet lokale, do të ndikonte edhe në pozitën e LDK-s si parti opozitare, që tashmë vetëm ka një presion direkt mbi LDK-n. Kemi një parti e cila ka fituar 40% më shumë, gati se 40%, kemi një parti e cila ka dalë me një rezultat shumë mirë që është PDK-ja, por gjithë barën e qeverisë dhe kërkesën ja vën LDK-s që është partia si e tretë.